Son kanë kënu kanë kërë, nuk është të mosh venim njëre me kënu zhurë ma nike këto. Jemi këtu në Gazimestan afër Obiliqit, ku jemi duke përcjell nga afër manifestimet e qytetarëve serb për festën e Vidovdanit. Fillimisht manifestimi ka filluar në manastirin e Graçanicës, ku është mbajtur një liturgji, ndërsa tash manifestimi është zhvendosur këtu në Gazimestan. Por çdo vit qytetarët serb mbledhen këtu në Gazimestan për të përkujtuar atë që njihet si betejë e Kosovës. Kjo betejë që mendohet që ka ndodhur në vitin 1389 mes popujve të Ballkanit dhe Perandërisë Osmane, edhe pse thuhet se Perandoria Osmane ka fituar këtë betejë, pra popujt e Ballkanit e kanë humbur atë. Qytetarët serb e kujtojnë atë si fitore dhe për çdo vit mbledhen këtu për të kujtuar atë betejë. Ka përfundu manifestimi qytetarëve serb këtu në Gazimestan, ku pas përfundimit të manifestimit, policia ka ndaluar disa persona në ndyshimin se kanë kënduar këngë nacionaliste kundër shtetit të Kosovës. Policia fillimisht kishte identifikuar brenda në Gazimestan të dyshuarit, ndërsa më pas i ka ndaluar këtu në dalje. Nga pamjet që kena arrit me i pa, janë disa persona që janë ndaluar.